Prokuroria Themelore Publike ka kërkuar paraburgim për Savaudin Rustemin, ushtrues detyre drejtor në higjienën komunale dhe Akis Aitin, përgjegjës i sektorit brenda ndërmarrjes për shkak të rrezikut për ndikim mbi dëshmitarët dhe mundësisë përsëritjes së veprës rrezikimi mjedisit qetësor dhe natyrës me mbeturina sipas nenit 230 paragrafi 1 të Kodit Penal. Sipas prokurorisë, të dyshuarit kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për menaxhim me mbeturina dhe veprimtarinë e tyre bazë për mbledhjen dhe transportin e rregullt të mbeturinave në territorin e qytetit të Shkupit. Duke mos ushtruar mbikëqyrje të plotë mbi procesin e mbledhjes dhe transportit të mbeturinave komunale, si dhe përmes menaxhimit të parregullt të mbeturinave, ata kanë mundësuar që të krijojnë deponi të vogla në hapësirë publike dhe rrugë, pranë kontenjereve të përcaktuar për mbledhjen e mbeturinave komunale. Si rezultat, është shkaktuar dëmtim i konsiderueshëm cilësisë së tokës, ajrit dhe ujit, duke rrezikuar jetën dhe shëndetin e qytetarëve për shkak të mundësisë së përhapjes së sëmundjeve infektive apo të tjera. Për këtë ngjarje ka reaguar edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Osumniqenit e sërë ka Covid. Dyshimet e tilla janë konstatuar dhe vërtetuar pas kontrolleve të jashtëzakonshme të inspektorëve lokal për mjedisin njësor, të cilët dolën në terren me udhëzimet e prokurorisë themelore. Kontrollet u kryen gjithashtu në bazë të mendimit të ekspertëve mbi ndikimin e mbeturinave në shëndetin publik dhe mundësinë për shpërndarje të sëmundjeve ngjitëse, të dhënë nga Instituti dhe Shtëpia e Shëndetit Publik. Rustemi është arrestuar nga policia që nga dita e djeshme dhe i njëjti është mbajtur në bisedë zyrtare, mbi të rëndon akuza për mosveprim dhe mos mbledhje të mbeturinave në bazë të planit operativ, se nuk vepron dhe nuk mbledh mbeturinat siç duhet. Rustemin në të shumtën e rasteve e kanë akuzuar edhe krerët e komunave që vijnë nga partitë oponente të Aleancës Kombëtare për Integrim, koalicion të cilit Rustemi i takon.